prej kur punoj gazetare deri sot nuk e di që një zyrtar i qeverisë të Kosovës ka dalë për punës për shkak se i ka dalë raporti i progresit keq. Raporti i progresit, arsyet pse është kaq i keq, kur po them është kaq i keq, po them për shkak se në vitin 2025 mi pas probleme të riciklimit, të cilat na jemi të i folë më shumë se 15 vjet, kjo neve na tregon që është i keq. Prej kur punoj gazetare deri sot nuk e di që një zyrtar i qeverisë të Kosovës ka dalë për punës për shkak se i ka dalë raporti i progresit keq. Nuk e di asnjë zyrtar të institucioneve të sundimit ligjit se ka dalë prej punës për shkak se raporti i progresit ka nota negative për punën e tij, ngjashëm në sistemin gjyqësor, ngjashëm në sistemin prokurorial. Pra, na çka kemi problemin e parë këtu, na nuk kemi llogaridhënie institucionale në raport me zgjedhjet e raportit të progresit dhe kjo për mua është problemi esencial këtu. Njerëzit nuk ftohen çdo ditë në llogari pse raporti ka dalë keq. Ata të cilët janë të thirrur për me implementu reformat të cilat i kërkon raporti i progresit, kanë emra, kanë mbiemra dhe po të lexohet raporti i progresit, të gjithë me një kërkim thjesht si mundesh me mri edhe me identifiku si të tillë. Pra, çka na fillimisht duhet me konstatu këtu. Raporti i progresit, arsyet pse është kaq i keq. Kur po them është kaq i keq, po them për shkak se në vitin 2025 mi pas probleme të riciklimit, të cilat na jemi të i folë që më shumë se 15 vjet, kjo neve na tregon që është i keq, është faktori njeri. Pra është mos veprimi i faktorit njeri në raport me reformat të cilat duhet më ndërmarr me punët dhe detyrat specifike të cilat i kanë në secilën fushë. Pra, nuk është që na nuk kemi mjete buxhetore me implementu reformën, për shkak se nëse ne nuk i kemi mjetet buxhetore, partnerët ndërkombëtar na ndihmojnë me kry këto reforma dhe pjesa më e madhe e këtyre pikave të raportit të progresit është të financuar reforma prej BE-s dhe mekanizmave të tjerë në vendin tonë, mirë po kemi faktor serioz të njeriu i cili është të pengu zhvillimin në drejtim të reformës për raportin e progresit. Dhe këto e gjejmë në secilën fushë. Neglizhenca e njerëzve që punojnë në institucionet tona, të cilët janë të thirrur për me implementu raportin e progresit, është skajshmërisht e lartë dhe është skajshmërisht skandaloze për mendim tamin, për shkak se raportin e progresit e cilësojnë si një raport i cili diskutohet media, mirë po nuk e cilësojnë si një pjesë të një plani ditor të punës në të cilën ata i dashmi kry aktivitetet e veta për me mri me e kry punën e vetë që shduhet. Shpesh shpash ndodh edhe kur marrim me trajtu raportin e progresit edhe i ftojmë institucionet për çka është bo raporti i progresit edhe refuzojnë me ardhë me diskutu për të. Domethënë nëse shkon në institucion dhe kërkon planin e veprimit, se qysh prej kësaj dite deri në ditën tjetër kur të raportohet në raportin e progresit, cilat janë veprimet konkrete të cilat do t'i marrin njerëz prej sigurimit poshtë të institucionit e deri tek zyrtari më i lartë, këtë plan nuk mundesh me gjetë. Për shkak se raporti keq interpretohet, për shkak se raporti nuk kuptohet ç'është duhet dhe për shkak se nuk ka një qasje gjithëpërfshirëse, gjithë institucionale për mi trajtu problemet sistematike të cilat i ka raporti. Na mujmë me ndres një hallk. Po në momentin që e ndreshëm një hallk dhe hallka tjetër nuk funksionon, prap kthehemi në pikën zëdër dhe raporti ka me na dalë po ashtu negativ ose me progres të limitum. Çka është ky progresi i limitum? Është o bu diçka shumë e vogël, po nuk ka rezultat. Është lëviz pak, po nuk ka rezultat. Me këto trende, këto pika të raportit progresit, na nuk kemi memrimi kryas deri në vitin 2035. Dhe ajo çka po duam ju tregu këtu, është që prej krejt monitorimit të cilën e bëjmë, prej krejt diskutimit të cilën e bëjmë, na mujmë me konstatu që reforma konform standardeve të raportit të progresit nuk është prioritet dhe e vren në secilën fushë të cilën raporti i progresit e marr. Imagjinoni, raporti i progresit mat shpërlamën e parë. Ne kemi pas inteligjencën financiare për më shumë se 3 vjet pa drejtar. Një mekanizëm i cili, nëse nuk e ka e prorin i cili duhet me implementu reformën prej ma kyqeve në sistemin ton atë që është shpërlame e pareve, na nuk e kemi të emrum personin që të ishdash me bashkë, të emru tek vitin e fundit për me mujt me nishket reform. Na e kemi themelimin e grupeve të përbashkëta hetimore, policie dhe prokurori speciale. 2 vjet është hi ligjin fuqi, asnjë ekip ende nuk është themelu. Ku është problemi? Qeveria nuk flet me prokurorin, policia nuk flet me prokurorin dhe si rezultat ne vazhdojmë me pas një mungesë të performancës në këtë drejtim.